Kujtohet si sot kur e morëm lajmin se Nasiminja u vra. Tash unë gjithmonë isha si më i vogël aty këqër. Theke po valla Qamil, më kanë përdor theke. A di duarve theke komte shpinës. Tregoj që nuk do ke më thanë që e kanë rre për më në lëndu neve, po më kanë përdor theke. Edhe unë vazhdimisht unë është në urrejti. Më toke që më doke që për më bjenë shonca më shpërthuj ajo urrejtje. Më në gjesë kur për një nonën të bo kuku mjera dota. Edhe që më konatë që më që shko bo bre nonë. Kuku mjera dota së të regojke. Aty, prap, urrejtja dhe ma modhe. Për shamu dhe di një dërplonet, kur të herë si noni, kërkojke me sulmu krushën e modhe. Edhe një mina helz 60 mm kemi pas. Piskat këso mu i kjo, non. Piskat këso, i dilë këzoni me që duhet. O, doktor, dhe ka ko me dik. Edhe aty më lutë, këmë thane e mara zët. Kofë se kom shkru me më vra, dvrana, më splagusna. Kur i mra për mës, prej edhe të mjetë shenelt. Ju më detyrua, kom desh pancirin, e kom gjujt, se thash, mi rok ato dhe na vrajnë tonëve. Unë ma i vogli, ka shkëshin tonë, unë që ashtu për mas. Aja kon komandant, shkëshu mas tena, ullëshum një formalit e poshtë, municion, ndikush nuk isha zvehtën me vra, një pjesë këni, një pjesë anë, dhe kemi qu armë qështu. Në momentin kur të vinë shkijet, me gjuj që aty shtat mujmë dhe përfundoj gjithë shka. Unë e mas luftës, e kom përfundu klasën e 7, këmë vazhdu 8. Më pyetshin shok tani, a u tutshit? Më do që pak mirën për babën, për dajën, për Nasimin, për shumë shok, për familjen, për nanën që kish vujt 3 vjetë e gjysë, nuk e di, nështë mas një punës madhe që mosh. Nuk më zik dhe thashim thau që se ka pa babën. Dhe im dhe ka krejtë, po krejna i në ka matë madhe, se din që është hala është të luftu për vendin e vetë. Edhe nëse nëherë lypët me luftu ti duhesh me shku. O, kjo tokë është të lane me gjak. është të lane me gjak. Mirë mroma, jam Kushtrim Zeka, ish ushtari i ushtrisë shqiptare të Kosovës nga komuna e Rahovecit, zona operative Pashtrikut, brigada 124 Gani Paqarrizi. Unë vi nga një familje e varfën, e përvujtur nga ish sistemi. Në vitin 81, unë isha i palindur, derisa në atë kohë arrestu vllavë jam, i cili u dënua me 3 vjetë e gjysmë. Në periudhën sa ishin në burg, unë linda dhe a ishte i dënuar me Nasimi Elsonin, dëshmorin e parë i cili u vrau me 27 janar të vitit 1990, të cilët të dytë bashkë kishin një dosje. Kur linda unë, ata ishin në burg dhe emrin më ngjetën nga burgu. Dhe masi u lirëm nga burgu, pastaj tu fillu më rrit, ka mosha 5-6 vjeqare, mora vesh që emrin ma kanë gjetë Nasimia, Nasimi Elshoni, Majun Zeka vllau dhe Mergjana Vdyli. Edhe u rrit qa me atë frymë, po kur unë isha 6 vjeq, Nasimi Elshoni u vra në protestat e janarit, me 27 janar të vitit 1990. Kujtohet si sot kur e morëm lajmin se Nasiminja u vra. Ishëm në shtëpi të vjetër në atë kohë,
ishte motra dhe një mbese jonja, po nga i fshati cili kishte kusheri. Edhe vjen dikush në thët, është vrau thalasemia. Edhe një tu piskat, ku vrau Bëcanes. Tash unë si fëmi edhe e njifsha. Realisht më ndesha, unë kam mëndu që ajo është antore i familjes tonë. Se përpara ku flaj shumë nod, unë flaj me vllavin që është pak më i madh se unë, ndërsa vllavi i madh na flaj shumë që është një djathtë, vllavi jonë i madh në mes. Në anën e majtë kemi pas gjithmonë shtratin shtrut për Naseminjen. Edhe ai vinte natën, se ai ka qenë i kyçur në lëvizje, edhe e merr shumë vesh kur a ka qenë, apo s'ka qenë vesh në mëngjes kur qoshëm, kur e sheshëm shtrati, është i tallavitën apo jo. Ish kjo një goditje si fëmijë, gjithmonë po flas si fëmijë, në vranin njëri i familjes. Duke vazhduar të rrit gjithmonë në familje tonë, ka pas biseda baba me vllaznit e vetë, djemtë e hoxhës gjithmonë kanë pas biseda rreth politikës aktuale të asaj kohës, që u bëshin torturat ndryshme ndaj popullatës tonë, edhe unë isha i rritun në atë frymë. Në 95-ën, në mëngjesin, nuk më kujtohet muj, ish mëngjes, ora 5 i mëngjesi diku. Në atë kohë kishë marru një shpina ma 3, po i kishëm qetë pikën jashtë edhe veç një odë i kishëm nëreq. Edhe pjesën tjetër, unë e vllavje nona, flaj shumë shpi tjetër, baba flaj këndot. Edhe më kujtohet në mëngjes herët një serin e policijës, një serin e holle aty në Zastovë, edhe dalëm unë me këtë vllavin edhe nona. Ishëm kërën e policëve aty. Ako një zvonk, ato ako njoftë, si thmi se të i njoftë kjo edhe ka pas ndodhë një zjarë, ka pas kallë një ogjë, ju ka pas kallë një kashtë, edhe kujë nërtë, atë policë që harroj qerën, zvonk edhe njëti policë, ako kër e ka thirë babën për armë. Dollëm edhe për më pëtë, a është Murati, tha në shpi, pëtë vllavin që ishë pak më i madh se unë. Tha po, është ta thire. Shkum atje në nodë, patrokitëm dhe jo, bab, ko që, ha? Milicia, thash, të dera, helikofta. Edhe jalan një fëtiri me orët njëse, qatë ditë mëngjes, masë orës ti. Shkoj e erdhën mramje, ku erdhën mramje, erdhën vllazët e babës, a gjallarët e djemë të hoxhës. E shesh nga baba ftyrë, e ma vjosur. Tash, bisedon të me vllazët e vetë, atë mundu unë e kështu. Tash unë gjithmonë isha si ma i vogli dhe të këqër. Theke po vëlla, Qamil, më kënë përdorë, theke. A di, duarve theke, kombe, shpinës, të regoj ke që nuk dhe ke me thanë që e kënë re, për më në lëndu neve, po më kënë përdorë, theke. 10 vjetë, 11 vjetë. Edhe unë vazhdimisht unë është në urejti. Vazhdeja një 2 javë ashtu. Ja lypshin 12 Kalashnikova. E gjona tjera. Edhe në regull. Shkoj kjo gjithmonë vazhdimisht urejtje. Ishte në gjare gjdo lëvizje politike, gjdo urre ky, u vra ky, u burgos ky, që dëgjesh nga pi babës, pi vllazëve, pi djemëve të hoxhës, pi agjallarëve. E kemi pas obligim, kush ka shku në Rahovec, me ble gazetën, edhe me lexu ato. U lexo ke pi faqës parë deri në fund të disa herë. Edhe që s'kishë ka medal tjetër që aty me qatë frymë. Tani ndodhe, veç nisi u që këja medal, u folke ndodhe në gjarë e jasharve. Aty prape mora një goditje të modhe si 14 vjeçar gjithmonë po flasë.
që shu bojë, te ku bojë, shka pa du më bojë, hajtë, që shtu. Dhe gjo prap, i dhe gjej shumë familjarë, qysh, tek, edhe më në fund shpërthej. Nisi UÇK merr ke aksione për sipër, nisi mu identifiku diçka, shkoj këtu mu shliru zemra. Atin, diqysh, mu doke që po m'bjen shonca, më shpërthuj ajo rejtje. Nuk e di pse unë ngarkosh në unat shumë, unë ishtë në një farë përgjegjë si mu doke. Mu doke që dyqysh jam përgjegjë edhe une, mu hakmar. Shndodhe dhe roja babës, jashartë, dojt I kom ofër aty. Edhe, tash kur shkoj shumë të dojt, kur shkoj shumë në përdorësme të dojve, tash në përdorësme fëmi kallaplak, po unë nuk e di, ajo më kënë problem, ku më këj vogla, sa herë shkoj në të dojt, në përdorësme ka u cilës në I, jam I nuk I veshin dikush, jo, në I, dyqysh gjallësin problem u gjithë. Sa ki Belloqa, dëshmori kombit, sot, a I në përuda, në përdorësme, nota dorësmës, ku bëshin oda, shtrashin 4-5 ofra të I pije, aja konë që zmeqarë. Veç me ato mu ishtë në me hinë lodë. Aj mërke më të momenti që aj dilke për jashtë, në gjujshë. Edhe, erdhen dull UÇK-ja Ndërnofs, 26 prill nëse zgaboj, kur dull Ndërnofs për herë të parë, mirë edhe na me këta djemë të Hoxhës prap ishëm se na në fshatin Pataçan me Fortesën janë 4 kilometra. Rruga kryesore e Rahovec Gjakov. Tash na I kishëm shtëpijet e para, edhe gjithmonë shumë të rrezikun, edhe na u vetë organizum, u bëm një njësit, u udhëheqëm pe djallit të Hoxhës Samedin Zeka, edhe organizoj shumë roje për familje tona. Dhe asa ke ushtarës, I shvesh, është ro mes 17 majnës, me data jam shumë keq. Natën e 27 majt, atë natë ka ora, edhe kishë marrë ndrimin e parë, thëja ishë rësirë, edhe po vjen një kjarri UÇK, se kush ka loj ke pa dritë, dhe në pa tabela, a di shumë që janë UÇK-ja. Edhe isha dalë të dyrë të shtëpisë teme, se unë e kom shtëpinë një fundit, dhe që aty e bëj shumë rojë. Edhe pa kalon një kjarë, edhe veç ka qelë drejtarën, djemë, thaj, ju lumë pushka. Shkunte, poshtë, unë pa njoftë që është doje. Kemi pas një qërshia shumë, edhe ishë koha aty, për thëmë këtë djemë të Hoxhës, ashtë ti nukëm një kofë qërshia, ka të kthehen për pjetë ju japëm. Kemi nuk shpejt, kemi lanë aty. Nuk ka shku 20 minuta, gjysore, veç ku qenë një breshëri, bam, edhe hupi ushtimin e kaloshit, sukur kamioni, kur ta shpras zallin, qështu që. U shka u po, ta shë diskutoj shumë na me këta djemë të Hoxhës, thanë stacionit policisë në Zardë, sigurisht Iran aty. Mund qëtu merë diçka si e likë. Edhe mirë shumë, mas janë një ore, erdhë një kjarë tjetër, që na në gjishëm I kunosht, do me gjveton, shkoj për pjetë, nuk o nalë. Edhe, erdhë ndrimi me përfundu ndrimin, erdhën tjertë, unë shkova me ro. Në më në gjesë kur për një nonën të bë kuku mira dota. Edhe që shumë kënatë që më që, shko bon bre nonë, kuku mira dota së të regojke. Ta është nona këtë denë sa kip nuk e ka vla, e ka të Hoxhës. Ta është ta dojtë e dishna që s'janë dveshën herë.
Ku tha kënë vrau, tha dhe sa kepe pas kënë vrau pra unë bre. Që shumë kënë vrau që këmë që kryt me vetë nonën, merë të ligë rash që shtu. Aty, prap, u rejtja dhe ma modhe. U kry ceremonia varrimit, shku më krejt. Neve në pronën, këti djallit Hoxhës, Samidinit, i pronën armatim, edhe tash në u armatosën pak. Po gjithmonë atë, si njësit, i vetë organizu. Ky, pastaj u bo një piklidhje me batalionin e tretë, që në atë ku, e u thesh ke Smaj Latifi, që unë në atë ku se kom ditë, ta një ma vanë e ku marrë vesh. Edhe vinë ke Smaj Latifi, dëshmorët e kombit, sot Safet Latifi edhe Visar Hoti. Po, me këtë djallin e Hoxhës, edhe pse kishun, me mu ka pas një farë raporti, se edhe mësus e kum pas. Kur vishin këta mlotina, kishin biseda që unë si di, rreth luftës sigurisht, dhe këtë djallin e Hoxhës që se son të vinë, këta duhet më marrë me sigurimin e objektit, vendet aty ku ishëm, me organizashëm, kemi do djemë të Hoxhës si mushatarës të matë mëdhaj si unë, po më gëshin, rishëm roje, bëjshëm deri sa i kryshim këta, imi ka një farë logistike në që, e shërbeshëm djallin e Hoxhës tonë, sa deri sa ishke mrena aty. Filloj beteja e 18 korrikut, në 88 në fshatin Bellacerk, tash fortes, unë isha prapi i ri. Prap nuk më isha me bon ata që unë dhe isha. E din ata tikur për zonave të luftës që i nërë në drejtim tonë. I thëshëm për para shpia e plantarësit atje ju më dalë, i orientojsh në kam në shku civilt. Në ndërkohë plagos një ushtarish, plagos atje, ka ardhë pej vend luftimit, arve të jikë për marrë në drejtim fshatit tonë, sa drejt Bytyqi, i Denit. I plagosur në kom, edhe ka kalu një pru, atje dhe fshati Sapniq ka kalu në pru, në momentin kur ka prek në, ju ka fta vara, dhe kanë vrok dhe imtë, ka një smullat. Edhe gjenë dhe afër shpijës, po vinë do gra, të regojnë që ja plagos, një ushtari plagosën. Të në që këtë djallë Hoxhës Samidini, Hydnan Zeka, Begjeti, edhe unë imi konë të ndajt, edhe që shumë shka po bëhen. Imi shku e kemi marrë, kemi prunë shpe, Samidini ka marrë aty, të na konë atë ko, Selajdin Zhërniqi, mësuesi Selajdin i Bellacerkës, me kjerë, i ka thërë Samidini, hajde shpejt me marrë, me që sa drejë në Dërnofcë. Kër në shku në Dërnofcë atje, kënë thënë nuk kemi vend, e kënë vazhdu për Gajrak. Në atë ku e kënë kalu Kara Hoveci, tani që më ka të regu djalli Hoxhës Samidini, e kënë qunë Gajrak për Shrem. Vjen një ko, kur UÇK-ja një farforme morë gjisa goditje, edhe dyqysh nuk e di shka ndodhi. Në reorganizim, e pash vetën, më kujtu ma shumë një ide, se qysh, se ish, edhe u të që na me hinë avantura me UÇK-n, se të shta gabime, lufta është të keqeve që s'ka gjyq. Pa e di isha unë për ato, po u të që përbëjnë e shkeljet modë, edhe dikur u mush asë shumë u rejtje, edhe në reorganizim, kër u bonë në fshatin reti, organizuan batalione, ushtrije, krejt në regull, edhe vendosi me i ikë. Në fshat tonë, na rrethun forcat serbe. Krejt. Edhe kum ikë me një djalë të Hoxhës. Ajo është dhe 2-3 vjetë më i masë unë në Femizejka, jemi ikë natën, pa i tregu kërkona hiqë, as familjes. E ka ditë, nona e ka ditë, pa ka shumë, edhe kunota, se mërujshin. Edhe i ikë, i më dalë anë e. Kërë më shku atje, po i ri e kështu, sovjetiki, po rrugës,
me matematikë që më kanë asë herë mija, sot nuk jam. Rrugës me ndajsh na, ku të shkoj mu shkru, cilin vetë me thanë për më mrak mu 17 vjetë. Edhe u registru mirë një 2 javë në kuzhinë dhe e sa armë. Tani unë pak isha iri, edhe u mrujshin, apo më thanë, komandonte, u registrovë në kompaninë e dytë, i cilën e udhëheqke Berosh Gashi, komandant Baruti, edhe ka pas kujdes për mua, dhe nuk... Tani kalova pe aty jetë, kalova në shtabi kaloj në fshatin në Gavcë, në gjitë me krushet madhe. Rishëm, kemi kryu roje në altë, kemi pas do zonat shumë të rrezikshme aty me krushet madhe, ka pas forcat mëdha. Tash, përderisa isha unë në shtab, ku mashin takimet, tash unë shka s'dëgjojsha planet. Për shembull e dini ndër planet, kur ta hersinoni, kërkoj ke me sulmu krushën e madhe. Krushën e madhe. Edhe aty tani kish mendime kundër që nuk bënë se ato bile ka qenë një Shefkat Halimi, cilën e përshëndes. Ai për thëtë, o ta hirë, ka pas shtushme, a e dishte ke qëto pragë që gjujnë për pjetë, mi këthyte ke qështo, a e din që shpijen e, nuk gudzona me, dhe nëse dështa e platë, në maj, në fillim të majit, fillun forcat serbe granatojshin gjdo mëngjes me mina Hilsa. Një orë, kënë pas me mina Hilsa sa katuna kanë. Edhe do ta 17. 15, 16, 17, vish nisi mu për situata. Edhe fillun më në rrëthu forcat serbe. Në rrëthu në 4 orë. Ushtarët unë gjetën në për pika ku i keshëm, krejt. Unë e meta i fundit me referentin e kompanisë Binak Shtërboni, disa dokumente në shtab shka ishin edhe një mina Hells 60 mm kemi pas, po municion s'kemi pas, edhe ato me fshet diku, edhe mund gjetë në nalë. Po dhe sa isha unë mrena dyshka tu pu, kur dal jashtë për një, pak pa dal jashtë për më të kushtrim. Edhe një zhurë në piskom, kur dola pesho një ushtarë. Komën dhe veç që tu që e majke. Likura, kjo, po do ke krejt. Ma vonë, mas luftu se ku marrë vesh që ka qenë Manush Berisha, se se ku më luftë. Manush Berisha era të Dobrovës. Unë e Binoki edhe një teknik medicinal akon Refki emnin ka pas, nuk e kun pa kur mo për ati momenti, mbe emni nuk e di. U më nëshëm me dhanë ndim, shka me dhanë ndim, vesh likura e moj ke komën. Kënajna ish dalë oshti, gjoki, një 5 shilte e kemi në ru, e ulke. Piskat këso moj ke, oj, non. Oj, non, piskat këso, i del këzoni me që duhet. O, doktor, the ka ko me dik. Edhe në asdishëm muë, ma dhanë, e ledhëm infuzionin, edhe unë në balkon hypa me majtë infuzionin, qështu edhe shish në gjarin, tash pra më dhonë një 14 vjeqarë. Edhe aty më lutë, këmë thane e marë zëtë, kofë se këmë shkru në më vra, dvrana, më s'plagusna. Ardë, që kështë Shefkat Halimi ardë, kjo është oficer ushtarak një Jugoslavia, edhe ka kalu kënejna. Kur ardhë kjo, edhe përvoja, e morë një tel. Një tel edhe që shkja ka lidhë komën. Ding, e kënë shtjallë pak edhe e kënë qu me tjerë. Atë ditë i kemi pas diku 30 e dishkat plagosën. Edhe vra. Unë gjetu nëllët, në pjesën për atë bravës atje. Edhe
I zonë në pozicionet, beso, ish një farë dili, në zetë dull, desha me dekë për ujë që më tjerë guja pa ujë. Romas, halo pa janë njësë, ata veç kijet ishin të na rrëthu, halo pa fillu luftime. Ro një shi. Edhe kum pas një qadër temën, se kum pas po do shokëve diku, edhe kum marrë kum qelë qadërën, kum këthy qështu që qadërën, edhe kum pijoj me qatë qadër, me lagë fytin pak. Në një moment, ardhër Ramadan Krasniqi, edhe në ka thënë djema, pozicionohi cik-cak. Njoni edhe njoni kënej, se jemi të rrethun në dy ondë. A shku edhe pak ku, kënë fillu gjujtjet. Tash pa, bashkëluftëtarët e din ato gjujtja, nuk o që... Na kanë gjujt një 4-5 orë që s'kemi mujt me qu kryt. Kryt nuk kemi mujt me qu. Une e kom pas një pancert një shokit, që malë thoqet. E di që sërë të më shethet ma ki hop. E kom pas vesh ato, edhe kom pas qontën. Ajo i qotë këto kret, i kom shti rrypët e qontës, që në momentin kër e deshe pancirë me gjasë qontë. Edhe kom pas një 4-5 predhat mortojës, për ai që kish mortoja, bëjë shumë municion, kush shka kish me marrë me veti. Tash një farë rrugë ku kalojnë traktorë aty në parora, aty nuk ka kone përshtatshme për lufta, rrafshishe. Kur ja kanë fillu gjujtjet, aqë gjujtjet të mëdhojat, pa ndërprejme, kur i mro për mës, predhët mjetë shenalt. Ju më detyrua, kum desh pancirin, e kum gjujt, se thash, mi rok ato dhe na vrojnë tonëve. Që ashtu kemi vazhdu të nditën, në mromje, imi tërheq, e gjatë tërheqjes, kemi jetë në një grup me komandantin e policisë ushtaroke, Shefqet Gashi. Tani na metëm, me ta drejtën tash unë nuk di, unë ma i vogli, ka shkëshin tonë, unë që ashtu për mas. Aja kon komandant, shkëshu mas tena, ullë shumë një formalit e poshtë, municion, dikush nuk isha zvehtën me vro, edhe i mi hinë malë një farë, sukur kur ta qonë uji, një farë, ko gjësë e modhe kështu, edhe i mi hinë qaty, i mi dalë në 2 grupe, i mi dalë një pjesë këni, një pjesë anë, edhe kemi qu armë qështu. Në momentin kur të vinë shkijet, me gjuj që aty sot mujmë edhe, përfundoj gjithë shka. Dhe është i fati, nuk erdhën matutje, kemi qëndru aty një 2-3 dit, pa buk. Se i shumë të rrethun, edhe du s'ki shumë me marrë. Po në atë venda i kishëm përgatit, ushtëria ma heret, në atë malë ku jemi konë, ka pas shpëret, ka pas disa koliba vogla. Po aty me neve të plagosën, e kishëm edhe Recep Krasniqin, Bëcaregj, Recep Morali, se edhe i Saj Gashi i Krushës Modhe. Kishëm 2 të plagosën. Na aty tani metëm një 30 vetë, nëse zgaboj. Bile shumë për mdo këtë 30. Notën e 3, një grupë ushtarësh i shkuen katun të Hoqës Vogël, apo të Nagovësit, mos bëhatren, kënë gjetë milë. I kemi pas do shok Dzerzës, Behori, Fatmirin, cilën përshëndes. Ata kanë pas një ika kuzhina, në kanë gatu. Në 12 notës e kemi kallë shpëretin, e kemi pjek një bukë që kaqë. Për krejtë që ata, veç kemi marrë kanë një kafshore. Tani kemi vazhdu, vazhgozë si dilshin, mërshin veç sa jemi, sa jenë largu shkijet, edhe dikur tani nesë më shlerun, veç unë në shkru marreshja e me 12 qërshorë që u patë të se, Bëcaregj
edhe isën e morën një pjesë e ushtarëve i qunë Prizren. Na mas 2 dite hinëm në Raovec, qytet Raovecit. Tani morën vesh që ishin vra shokë, Smajl Goshi, Habib Goshi, Bedri Berisha. Mora vesh që vdeqja dhe Manushi, i cili mas 2 dite kishë vdek. Agron Betyqi. E u vranë shumë shokë u vranë. Faktikisht të pyjtë, kur morë regjistrimi që na morën aty, ajtë me në shkru emnet edhe nuk kemi pas diskutime, adish jo, po më do kësh majerije, jo, kështu e, jo, nuk kemi pas, po tani në ndërkohë, kish. Na kompania e dytë, cilën e udhëheqke Berush Goshi, na imi kon kryesisht krejt të ri. Tash pavarësisht unë që isha 14 vjeç, mosha marrë aty akon 23-24 vjeç. Kompania jonë, akon kompania me ushtarët ma të ri. Imi kon disciplinu, dëgjushëm, imi kon vullnetar. Sot Berush Goshi është krenar me neve, është takohemi shpesh, e ka pas një shprehje kur thirrë ke ushtar, u dësh kemi thënë, urno zoti komandant. Ne kemi detyrë kështu. Kur e përfundoi kemi u dësh kemi thënë, si urno zoti komandant. Edhe lufta ka pas sekuencat të humorit, ka pas plot. Akon një guxhurri i Rogovës. Atë ne thekë, guxhur, kështu ai urno. Guxhur, urno Berush. Këthe ke disa herë dërës të thekë komandant. Tani, në kohën sa isha në kuzhinë, e kom pas mësu diku, e kem pas shok të Shozajbat, shumë ka pak. Haki Krasniqi, hoqës vogël. Atina i ka 5-6 antarë të familjes, i ka të vranë se në fshatin e Gafës, kur kënë sulmu me aeroplana, shkijet kënë sulmu aty, edhe ju kënë vra, vllavit vetë ju kënë vra 2 fëmije, i kënë 4-5 antarë të familjes të vranë. Edhe unë një moment nuk e dishna. S'di kush më ka pas mësu, dikush kumpirin me prej në formën e llakumit, edhe me ly me mill, Milanja 2-3 minuta, nuk ka kush që e dallon që s'është llakum. Edhe kemi pas gjatë shkopat, dhombe, se na furnizoj për logjistika kënë tash dëshmori Habib Goshi, edhe Azer Krasniqi, edhe ne kishëm bo ato, kur të vinë ushtarët me hongër buk, akon Gjambu i Lapqevës, një farë i Foti, këte në kënë diverzonta. Edhe tash në vetë që në akon e sanë me hongër për neve, se ta aty në kuzhini kemi pas ka dëri mërtoje, ka vdek edhe ta shpet, që të ke pite, dhe na ishëm pak ma të privilegjumë për veti. Edhe kur kishëm nërë që të ju dojshëm në copite dikona, edhe qëtë më përshën, akon e sanë. Unë për thëmë atë i hakijës, tash po më se botë më dhe hajtë të mogja. Shka ko. Unë isha bo një 5-6 lakuma që shtu me kumpira. Edhe Peqeli ka pakë në motë për mërë. A i pi kap 2, thash një bre, a i 2, edhe krap e përvejke, s'ko. Përvejke për jonë shtjetë, për shkash me këta. A i të ko, më njëse ati shme i ka pak. E t'ko, ama dorën. Se dhe në luft duhet me bëha i gare, jo veç, asi, kemi pas të kësi rosti. Unë të rostin ma të ronë dhe kom pas Manush Berishën. Tani, kur met Becaregja dhe Isa me neve, Isa akon dorën i plagosën, Becaregj, nëse s'ka bëja, ka qenë dikun ka shpatullat aty. Nuk i në konë në atë gjendje, adin për me po të merë. Dështë shok tonë po, kënë po,
Tani qysh e kom një, qysh e tregojshin ata i kënë marrë të plagosnit një ekip edhe i kënë ka korishe atje, i kënë përqell në rogov të hasit atje. Ata kënë hek shumë ata. Mu shumë ka rao personalisht përveç me manushin që kemi dhanë qatë ndim parë, që ty pa thom një 5 minuta se mu ka dok 2 ora jo a 3. E me pëcënëregje me isën jo, i kemi pas i në dish isa hecke veç dorë që i pëcënëregje rike ratë. Nuk kum pas asi fati për me pasi të merës se që kënë pa tjertë, ose që kënë bajtë. Unë mas luftës e kum përfundu klasën e 7, kum vazhdu 8. Se u shty koha, kjo nuk ishtë vit shkollor të amon, pa të lujtë anë i krytëm si shpet klasën e 7, vazhdu më 8, tani ku vazhdu shumë regullisht, dhe normal, që është vazhdu në vitje shkollor. Më pytëshin shok tani, a u tutëshit. Beson zot, në momentin kur kriske, ti sheki, nuk më të shkike mendja që i vritësh. Nuk më të shkike mendja që i vritësh, po në qysh po kapshë si me i notë, ti mu e une, adin mës ti kum na po të qëndrojmë, adin kështu, nuk më ka shku mendja, kur me thanë, më tërheq, më dërzu, se s'kish edhe me dash më dërzu, s'kish e ku më shkuti, s'kish... Jo, nuk ish, nuk më pasë si momentin herë, me thanë, ose shka lypa marë, se isha rritu ma të frimën, më marë shonca me krys një fishek, se isha mu shpletu rejtje, më dokë që pak mirën për babën, për dajën, për Nasimin, për shumë shokë, për familjen, për nanën, që kish vujt 3 vjetë e gjysë, tërë sot jam vetë prind, djallin në burg, në shabat, se ka pas 3 vjetë e gjysë. Atje, e te, këtu. Po edhe rasti tjetër, tash të ditë ke për vjetori, ty në Mileskës, edhe a ditë e rejtë të kryetorin të shjom pa qef, nuk mëj me orë në punë, e morë atë lirë. Së unë, këto 3 ditë s'kum punu. Apo në gjithë moni këm pas qëto 3 ditë. Jo, edhe a ditë e morë atë lirë, po u taku me kryetorin e pet atje, edhe unë të po gati me gjithë shoqen, nona po më thë taku pashkojsh. Ku pashkon të kushtem? Non, tash atë kryetohet që më kalëgjëshe ti i një shumë krismë të luftue. I ka të unë i tem, andej, i ka një krismë të luftue, o tash e dish djallin e ki aty 14 vjeqar. Unë djallin e kom 10 vjeqar, hina kalajt në trip, tash me pas djallin tem atje, e sa baruti a shpraz aty, unë si prind të shanajt edhin, thash non, sot, thash përshkaj atje ku i këni, sot është 26 vjetori, ku i këni krismë që jetot që pa vrona, ku djalli jam, a besoj do lën lot apet. I mi mësu në dërnoft, edhe tani i kemi pas armën, nuk keshëm do armë, kështu që i mi mësu krejt. Kalzova djalli Ogjës Samedin Zeka, keshëm djemë të Ogjës jeshtë që e njëshën punën me armë. Për shambull në të kohë na keshëm gjysëm automatike, pushkë dhejtëshe, edhe Kalashnikov. Më thënë, ato i kemi praktiku në shpe, me djemë të Ogjës e me krejt, mi përdorëm. Ato armë sa kon problem, mi përdorë adish, i kemi ushtru. I kemi ushtru, më mërëm atim, se kom pas problem, për shamë, qëtoj i kemi pas armë, tjera Kalashnikovin, pushkën i zejtëshe, dhejtëshën të, qëtoj i kom ditë, qysh shumë herët i kemi ushtru me këta djemë të Ogjës. Këta është në ushtri, kërkosh nuk të kalëzën hajde se dona me shku këtu e këtu me bo. Në ertë një urdhën, me marrë të se kush pa isit e veta dhe me marshu drejt qytetet. Ta shumë pa flasë gjithmonë kondin tem. Nështë të tjerë të këndit, unë së kom dit ku jem të shku. E di që jem të i në Raovec, po na nuk di shumë që është edhe realisht nuk akon e shliruna, po këtosh. Dhe më thënë, këforin a imi hi para këforit.
Edhe bile është ai incizim, tash vonë është dalë ai incizim. Kur i shku na, s'ka pas banor, s'ka pas qytetar, në kënd të fshehen, edhe na i shku në formë jo haptës. Edhe kemi marshu një lagjës qytetit të poshtë, edhe kam mjaftu më na pa një qytetar. Besoni që nashta 20 sekunda shumë është të burë. A mush aty qytetar? A mush qytetar është edhe video, është sot kresho është knaqësi shumë e madhe. Nuk e di, nashta mas një punës madhe që është 3 muaj se kisha po nonën, edhe pse nona më ka thënë tani, i shkulloj me jo, vro jo. S'kish informatat sigur, të këto pas luft më kalzu. Tani na u vendosëm në qytet Trahovecit, u vendosëm e morëm stacionin e policisë, hotel parkin, u sistemum pak aty, edhe ish ardhë vllavi madh, pe Gjermanisë, me njëherë mas luftës, në cili edhe ish një pjesë e frymëzimit tem, i burgosën politik se u detyru iki 90-ën për Gjermani, se na edhe gjendje në ramë familjarë, dashkë dikur se ishëm blokun pitana onë, nuk. Edhe hajtë përshkoj sot, hajtë nesër, jo njëherë, jo më zguti, jo kështu, unë si i rizë, u zeshna me thyj regullët, edhe për den pa më thanë, komandon të i shkoj në shpe, s'kucesha me shku tjertë, shkojshë, unë s'kucesha. Se prapë më vendosi, komandon të më vendosi në zyrën e tina. Edhe tash një farforme, bëj kajgare troproja jam, ma dha një revole, edhe risha të zyrët komandontit, kërsi shaj, kujdeshna për zyrën, armatimin, një zyrë, akon armatimi që jase, kom pas qilë që në ati armatimit. Mas 2 dite, erdhë vllavi madh për Gjermanisë, baba, edhe ky vllavi që është në Kosovë. Po, na këshin pru cigarë, unë e pisha cigarën tinës vllavit, edhe më tha drejt nuk kemi tot ati vllavit madh. Belinona dhe kur merr ke vesh që i pe pi cigarën, kom i kallëzu ma gjunit, a ishë në Gjermani, as mush kema orë, as kish letra, as kish ade, po edhe beso a diti kom pas një 3-4 paqeta cigare, mi dha dikush ushtrija në abishen adin, në morë. Kom pas i gjemidan, revolën, nërë gjemidan. Edhe ordëroj, e tha kushtrim, tha për tërë, tha vllavi. Edhe ju më dalë unë, kërë më dalë, kërë kom pa ndërë vllavin e madhë. Beson zëtë zdishna, a mu gëzu, a mu këthy mi hek cigarët, që thash adin fil. Edhe baba i kishtë thanë në shpe. Ma gjënë qëse me pinë cigarën, adish jepja. Ma këshin ble një paqet lëmë, akon në i. Edhe si ka orë, tha, në të allakotit e mëskin gjepë, tha nejsan. Edhe zdite shë me bo, në zorë revolën, të shkon në allakotit, shme ja, tha po me hegore, që tha cigarën, tha dheze. Tani, edhe shë në kështu, do ke këshes spepija din. E aty, tani, pia ti takimit, mas 2 dite më shku të nona. E kom një foto aty, kërë më taku sefte me nona. Pas, aja të kajtë. Së di, unë shumë i fortë, në të kohë, tash ma jo. Aja të kajtë, vazhdimisht. Po. Ka vujtë edhe ajo, ka vujtë 8 fëmijë. Plus, vllavi madh në burg vujtën edhe me tonë. Ka hek. Krym klasën e 7, vit shkej një proces se kishëm hub koha, nuk kish fillu koha me se. Tani mas luftës, klasën e 7 e kemi kry shpejt në timët që në klasën e 8 tani kemi vazhdu, kom vazhdu shkollën e mesme, fakultetin, edhe qështu vazhdoj tani jeta civile. Më thanë drejtën,
ka ndodhë disa konarisht, kur më kujto ke për shembull kur do ke u flet ke jo pa shpallët pavarësia dillën jo, ne unë këtu im kanë Prishtinë atë. Edhe më kujtoj ke thashna pavarësia e Shqipërisë. Thashna, a di se gjithmonë kur kemi mësuar në shkolla, o jemi mundu se cili me i man gjenu që shakon situata, thashna heqër, thashna jam një pjesë shumë e vogël i këtij projektit edhe unë, kupton. Tash për shembull unë isha i ri, mbi ke mandajt me komandanta që do i kishin ondër na i shumë shok. Atë kjo më ka ndihmuar edhe në jetë, kupton. Se ishe me që ata shok që ishin edhe ti pjesë që aty në dhe ishe diqysh që më thanë knajtësie, letësie, krenarie. është diçka për përshkrueshme, edhe pse s'dina me përshkru, jo veç unë, po s'din, shumica bashkëluftëtarëve s'dina, nuk din me përshkru. Hala s'ka përfundu lufta. Hala s'ka, më dhimën tonë, më dhimën aty, po ja që duhet edhe pak, me provë fundin e lirisë për një me, është një luftë që për bojnë, edhe jo mi bindën që kanë me adal. është proces, si një punë, jetë u punu diku, erdhë koha, u kry që e punë, a ke po një unë i gjatë rrenë, një 2-3 mi mledha letët, mi të buë me përfundua të punë. Ta është të një ka ra hisë mi mledha dhe këta letët, që shto me asje me përfundua me dalë fitimtarë. Luft është, nuk e një vetën, do më thënë, nuk njëna, qështë kështu, o luft është, kënë luftu, ka ardhë punë, a kry puna, i më po kënë me të do sane që duhet me përfundu, kanë me të mërëmë të ata që kanë me përfundu krejtë, se të partë e kënë njësë dhe të mërëmë kanë me kry, edhe kanë me dalë faqe bardë, edhe e merë një kuptim tjetër, edhe liria Sodit. Gjithë ata bashkëluftëtarë, që sot janë të ngu. Nuk është kjo bërë kur gjohë, nuk është najtë tragedi. Pse presidenti thotë që se ka po popër. Se në luftë shumë shok tonë, një në varrasë se kemi po, shumë shok tonë, ju ka vra djali, ju ka vra baba, se ka po. Aja kënë të luftu, ju ka vra baba atje, varrasë edhe baba kimi mas luftës, a shku të vorri babës. Për një luftetarë këtu jenë gjona shumë normale. Mu vje keq, që së këtë e vje keq, po në të aspektin e luftetarit, kjo duhet më kështë si kur gjë, proces. Në kanë dhëtë shumë pas luftetarëve, presidentit e Kadërgjise, Bësës Jakupe, Calit e Regjës e Krejtve, ju kanë dhëtë, ju ka vra baba, ju ka vra gruja, ju ka vra fëmija, ajo vërras, kjo ka qëllu vijat frontit, edhe kjo është luft, edhe pak përfundon, vdesin, deshtojnë në unë edhe baba, se shes, për një luftetarë, është e pritshme kjo që i ndodhë, dhe është e dhimbshme, po e përballueshme për ata, se ideali, kur e ki idealin e fort, nuk mërzitë të shqiptoj që se ka po babën. Dhe im të ka kretet, po kreta inë e ka matë madhe. Se din që hala është të luftu për vendin e vetë. Unë të regova që shka kom të gjuhë në shpe. Si 14 qërë mua beti kom të gjuhë. Tash unë nuk thamë që mi u thanë edhe Sodit, shot mi u falë rrath mësimit, rrath të arritur dhe shkencës, është mirë. Për shamu, shka bëj unë me fëmijët e mi? Fëmijët e mi, djali madhe ka emrin Arvanit. Kur është bota është me ditë, i kom thënë, nëse të dikush, pse e ki emrin Arvanit, a dish? Jo.
Ta kum lënë Arvanit me të kallëzu që Arvanit të asit janë shqiptarë. Edhe nëse nëherë lypët me luftu ti duhesh me shku. Vajzës ja kum lënë emrin Janina. Edhe asaj ja kum lënë të njëjtin mesazh. Fëmijët e mi janë të obliguar që i mrena mujit mi pa 3 filma shqiptarë. Edhe kanë më marrëfy në gjarjen, se shta kanë kuptu. Mjaft e kanë veçetor në ti përcjellën për çështje kombëtare të sotit, mjafton për ta, mas mi ngarku me se që shimi kanë natë ngarku, shumë të ri, jo veçuna, po pëtan, tash, këtë gjenerata jemi në kanë qështot të ngarkun. Nuk është veçunë që i këmë bo këto, kjo është, unë jam një nër 1.000, apo pëtan. Tash ti gjeneratët këto 14 vjeçarë kanë një jetë tjetër, një kulturë tjetër, një sistem tjetër. Po, familjarët e tyre duhet pak me angazhu, duhet me të regu që kjo tokë është lane me gjak. Është lane me gjak. Unë bjenë më shkuna për vjetore, për ditë. E pashat fili faroste, po mora për është për një prend, mos me majtë bilin mujt, një orë bre mi të regu për luftën, një orë mi të regu për luftën. Unë kom do shok, ma të ri, pasha zotën, si t'kisht lavë poshë zotën një lafin e luftën, bilin, nëse, kjo është merë, nuk bënë kështu, duhet, ta është sistem tjetër, po vija kombëtare duhet më rujt, duhet, së është gjithë shka me mund për me gjak. A, pëtër me, nuk e di, sholla, këj mesazh jemi së do pak, i nëzit, edhe të rritë. Edhe shkolla, diskutimet, studimet, arritjet në shkencë, këto sa të mujnë. Po, diku me një gjep të vogël, shten pak histori të vendit tonë se kish vrashten.